Një tjetër ADN është zbuluar në vendin ku gjet trupi i studentes shqiptare Ilaria Sula, duke nxitur një sër pyetjesh të reja lidhur me ngjarjen e rëndë që tronditi Romën në fund të muajit mars. Sipas mediave italiane, ADN-ja i gjetur nuk i përket Mark Samsonit, 23 vjeçari, i cili ka pranuar që ka vrarë ish të dashurën e tij, 22 vjeçaren Ilaria Sula, në banesën ku ai jeton me prindërit. Hetuesit thonë se viktima u vra mbrëmjen e 25 marsit, kur Ilaria shkoi të takohej me Markun në shtëpinë e tij. Në kërkimet e kryera në vendin e ngjarjes, ekipi i mjekësisë ligjore ka sekuestruar një palë këpucë dhe një valizhe ku u gjetën mbetje të ADN-s mashkullore, të cilët nuk i përkasin Mark Samsonit. Ky zbulim ka shtuar dyshimet për një person tjetër të përfshirë në krim dhe ka vënë në diskutim versionin e dhënë nga 23 vjeçari deri më tani. Nëna e Mark Samsonit ka bërë deklarata të reja në lidhje me ngjarjen, duke thënë se djali i saj ka kryer krimin në mëngjesin e 26 marsit dhe jo mbrëmjen e 25 marsit, siç ishte raportuar më parë. Ky ndryshim në kronologjinë e ngjarjes mund të ketë një ndikim të madh në hetime, pasi kjo do të nënkuptonte se prindërit e Mark Samsonit mund të kishin qenë të pranishëm në momentin e vrasjes. Nëna e 23 vjeçarit ka pranuar se ka ndihmuar të birin për të fshirë gjurmët e gjakut dhe për të pastruar vendin e krimit, duke i dhënë kështu një tjetër dimension hetimeve. Ajo po hetohet për fshehje të një kufome, një akuzë serioze që e vendos atë në një pozicion të vështirë ligjor. Gjithashtu, dyshimet për përfshirjen e babait të Mark Samsonit janë gjithashtu në rritje. Hetuesit mendojnë se ai mund të ketë luajtur një rol në transportimin e trupit të Ilaria Sulës, pasi është e vështirë të besohet se Marku mund ta ketë transportuar trupin e studentes shqiptare i vetëm. Sipas raporteve, në momentin e transportimit të trupit, lagja ka qenë shumë e ngarkuar, duke shtuar mundësinë ndihmës nga një person tjetër. Ndërkohë, hetuesit vazhdojnë të mbledhin prova dhe të intervistojnë dëshmitarët në përpjekje për të zbuluar rrethanat e vrasjes dhe për të identifikuar nëse kanë ndihmës të tjerë të përfshirë në krim. Zbulimi i ADN-s shtesë ka ndihmuar në zbërthimin e këtij misteri të madh, por ende mbeten shumë pyetje pa përgjigje. Hetimet janë në zhvillim e sipër dhe autoritetet janë të vendosur të zbulojnë të vërtetën për të sjellë drejtësinë për Ilaria Sulën dhe familjen e saj.